15 vjet më parë, këtu në këtë godinë ishte barikaduar një hordhie e armatosur për zgjerrje e trupës së rregullt të Gardës Republikës dhe çetës së paramilitarëve famkëqinj të kryeministrit. Godina ishte përforcuar me tela me gjëmba, shtrirë gjithandej pas atij gardit të shëmtuar, dhe hekurave që rrethonin kryeministrin, qysh pas sulmit armatosur të 14 shtatorit 1998, pjesë e cilit ishin edhe disa nga të barikaduarit brenda kryeministrisë në 20 janar 2011. Njeriu i futur nga populli në zyrën e kryeministrit për të udhëhequr Shqipërinë kishte lëshuar kushtrimin e një përgjigjeje me plumb ballit ndaj protestës së opozitës së bashkuar të kohës. Kujtoj se kur së bashku me Pandeli Majkon dhe disa shok tjerë po kalonim urën e bulevardit për të ardhur këtu përpara godinës, një autoblind u shfaq në horizont dhe një val gazi lotësjellës u lëshua mbi kokat e njerëzve, pa nisur akoma protesta, duke na zbrapsur nga parkurinia. Dhe rëmuja e provokuar nga ajo mësymje qorre e policisë mbi protestuesit që po mblidheshin e ktheu protestën në një lëmsh kaotik mes protestuesve dhe forcave të rendit, duke na detyruar pastaj që të ktheheshim në selinë e partisë. Protesta doli jashtë kontrollit, po përtej reagimit të turmës ndaj policisë dhe ca vatrave zjarrit të ndezura në atë revolte sipër në Kazan, në ndonjë makinë apo mbi faqet e piramidës, për asnjë çast protestuesit nuk tentuan të kapërcejnë gardin e godinës kryeministrisë. Përveç një veture e cila u filmua duke hyrë në portën anësore të hekurit, hapur çuditshëm nga brenda si një ftesë në një kurth, askush nga protestuesit nuk bëri asnjë përqapje për ta shkelur perimetrin e ashtu quajtur të sigurisë dhe synuar futjen në godinë. Asnjë dëshmitar në vend dhe më pas asnjë material filmik i ngjarjes nuk nxori askund në pa praninë e asnjë arme të vetme në radhët e protestuesve. Ndërkohë mira fishek luftarak u shkrehen në ajër nga forcat e sigurisë për të frenuar një turm e cila u godit dhe u përfshi në konflikt fizik me to vetëm si pasojë e përpjekjes këtyre të fundit për ta shpërndarë protestën ende pa u mbledhur gjithë masa e jashtëzakonshme e protestuesve. Por gjithsesi, gjithçka u zhvillua jashtë rrezës së çdo rreziku të imagjinueshëm për këtë godinë dhe lëre pastaj për VIP-in e vetmujuar brenda saj me hordhinë e vet dhe me gjithë karafilin e tij ambulant lart në Tarac. Dhe pikërisht kur pas disa orësh turma e zvogëluar ndjeshëm në bulevard nisi të shpërndaj krejt paqësisht, tyta dhe pushve u ulën drejt trupave të protestuesve dhe morën 4 jetë pafajshme, duke plagosur edhe disa
protestues të tjerë, pasojë fatale e mendjes kriminale, e cila me gjas nuk deshi ta humbte rastin pa ju treguar kundërshtarëve politik dhe krejt shqiptarëve se të vriste me të vërtet. Drejqe e di çfarë i tha dhe çfarë u tha mendja atij që e urdhëroi dhe atyre që e kryen atë krim shtetëror të pashëmbullt për Europën demokratike, duke përvoluar shpirtin e prindërve, bashkëshorteve, fëmijëve, motrave e vëllezërve të 4 burrave të rinj që nuk u kthyen më në shtëpi. Por vetëm Zoti e di se me çfarë guri në zemër unë vi për në këtë godin kur del drita e ditës së 21 janarit. Është një gur që bëhet gjithnjë më i madh dhe që më tregon përmes një sekëldije të madhe se sa më i madh bëhet në çdo 21 janar zhgënjimi juaj të dashur familjar të 4 dëshmorëve, hidërimi juaj, pengu juaj për mosardhjen e drejtësisë. 15 vjet pa drejtësi për 20 janarin janë 15 vjetët e një padrejtësie të madhe, jo thjesht për disa, por mbi Shqipërinë dhe mbi popullin shqiptar. Ndërsa për ju familjarët e dëshmorëve të 21 janarit, 15 vjetët e këtij boshllëku të pangushëllueshëm janë sa një jetë e tërë e jetuar në ankth, dëshpërim dhe poshtërim. Atyre ndër ju që ishin gjyshër, u ka ardhur koha për t'u bërë stërgjyshër. Atyre që ishin fëmijë, u ka ardhur koha për t'u bërë prindër. Ndërsa atyre 4 pjesëve të shpirtit tuaj, cilave u janë tretur trupat nën dhe, nuk u ka ardhur koha ende të prehen qetë. Sepse as përmbysja e sistemit vjetër drejtësisë, as pavarësimi i pushtetit gjyqësor, dhe as rënja e kultit të pandëshkueshmërisë së individëve të veshur me pushtet politik nuk kanë mjaftuar gjermësot për ta zhdukur hijen e padrejtësisë mbi 21 janarin. Nuk ka mjaftuar as vendimi rënqethës i gjykatës së drejtave të njeriut në Strasburg më shumë se sa 2 vjet më parë, që prokurorët special të kësaj republike t'ja kishin kërkuar deri tani gjykatës speciale drejtësinë për 4 vrasjet shtetërore të 21 janarit, ndërkohë që në emër të drejtësisë dhe vetëm të drejtësisë së barabartë për të gjithë dhe të barazisë së secilit përpara ligjit, prej plot 6 vjetësh, ne u bëjmë atyre veç duvara dhe hosanara dhe u paguajmë rroga ku e ku më të larta se sa vetes dhe vetë presidentit Republikës, pa llogaritur justifikimin me durim dhe në heshtje nga ana jonë të gabimeve të tyre nga njëherë tejet shqetësuese, si gabimet rritjes së një institucioni të ri dhe jetik për shtetin e së drejtës. Por halli është se sa herë vjen kjo ditë kujtimesh tragjike për ju, familjarët e 4 dëshmorëve të 21 janarit dhe për ne, miqt dhe dashamirët tuaj, vijnë mbi kurrizin ton edhe guret e mlefit dhe të mërzisë së shumë kujt në këtë vend që me plot drejt ndjehet i tradhtuar në pritjen e vet pafundme për drejtësi, ndjehet i përdorur në besimin e vet tek drejtësia e re dhe ndjehet i përbuzur në nevojën e vet që drejtësia për 21 janarin të vihet në vend.
Unë i mirëkuptoj plotësisht dhe nuk e pretendoj mirëkuptimin reciprok prej atyre që nuk komentojnë dhe akuzojnë me gishtin e ngritur në drejtimin ton dhe drejtimin tim posaçërisht kur vjen fjala për pandëshkueshmërinë që mban peng 21 janarin. Por u them se unë ndjehem po njësoj i zbrazët në shpirt dhe i dobët në pozit, kur shoh se si kaloi dhe një vit tjetër dhe 21 janari rierdhi. Përsëri me hijen përqeshse të padrejtësisë madhe mbi shpinën e vet. Sot burgjet e Shqipërisë mbajnë me taksat e shqiptarëve më shumë të paraburgosur, do me thënë njerëz të plasur në përqeli pa gjyq, se sa njerëz dënuar me vendim gjykate të formës prerë. Dhe një pjesë e madhe e të paraburgosurve janë viktima të karshillëkut hatashëm ndaj lirive dhe drejtave të njeriut, nga ana e prokurorëve të çdo niveli dhe gjykatësve që shpesh i vjen nga mbrapa prokurorit si delja dashit përçor. Një panoramë trisht e një drejtësie të dhunuar, ku 21 janari është ana tjetër e medaljes, ajo e drejtësisë së vonuar. Me përgjegjësit kryesor të tragjedisë që mezi u thirrën për t'u pyetur për herë të parë muajt e fundit, pas thuajse 15 vjetësh se 15 vjet bëhen sot. Unë e kam ditur dhe e kam thënë, është në shumë kronika apo intervista që në kryet herës se 21 janari si një krim shtetëror hyn tek ajo kategori krimesh për cilat historia na mëson se drejtësia vonon shumë. Por ama nuk haron kurrë. Është shumë interesante historia e krimeve shtetërore, sepse nuk rezulton asnjë krim shtetëror i pandëshkuar. Por, nga ana tjetër, është shumë evidente në analet e asaj historie se sa shumë vonon ndëshkimi për një krim shtetëror. Por ama edhe me orvatjen për të gjetur ngushëllim tek historia e botës demokratike ndaj krimeve shtetërore, nuk e kam menduar, them të vërtetën, që reforma në drejtësi, për cilën 21 janari si nevojë prioritare e jona për drejtësi, ka qenë njëri prej burimeve të energjisë dhe të vendosmërisë son për ta çuar përpara të reformë. Dhe pastaj strukturat e reja speciale, krejtësisht të pavarura që u krijuan në kuadrin e reformës drejtësi, nuk do të ngrinin, e pa imagjinueshme për mua, asnjë akuzë vërtet për 21 janarin, as pas 15 vjetësh nga vrasjet mizore në bulevardin kryesor të Shqipërisë. Fatkeqësisht, për vite me radhë, edhe vetë SPAK-u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet dhe pushtetit politik në Shqipëri, të cilat SPAK-u merret drejt për drejt. Ndërkohë që kur i është dashur, ka hetuar dhe ka ngritur akuza pa humbur asnjë vit për çështje të hapura edhe me një letër anonime, apo ka konsumuar kohë dhe energji me vite, duke mbajtur peng punë me interes shtetëror dhe punonjës shtetit, me çështje të cilat janë aq të sforcuara
sa mund të shkruen romane satirike, jo vendime gjyqësore të formës prerë. Fajësie. Ishte i paepuri Mark Nika, ungji i të ndjerit Alex Nika, që e qoj kryeçështjen e 20 janarit deri në Strasburg dhe e riktheu kësisoj gurin mbi varrin ku drejtësia e kishte kyçur 20 janarin pas një farse të shëmtuar kriminale si ai gjyqi që me demek u bë lidhur me vrasjet. Vetëm ashtu dhe vetëm fal këmbguljes së familjeve të viktimave përmes Markut, dosja e krimit më të egër të historisë demokracisë shqiptare u rivendos me detyrim përcaktim në tryezën e Spakut, ku Marku dorëzoi dhe një material autentik zërash të regjistruar në vendngjarje nga kanalet e komunikimit të forcave të sigurisë, të cilin prej vitesh e mbante fshehur nga mosbesimi total ndaj institucioneve të drejtësisë dhe natyrisht nga ndroja se mos ai material humte në thonjza, siç në thonjza janë humbur plot gjurmë. Po ndërkohë 20 janari ka një specifik. Ndërkohë që gjurmë të shumta janë humbur, ujku është krejtësisht i dukshëm në sytë të gjithëve. Gjykata e Strasburgut i nënvizoi shumë qartë si shkelje të konventës europiane, qoftë përdorimin e pajustifikuar të forcës vdekjeprurse, qoftë mungesën e bazës legjitime për të mbrojtur zyrën e kryeministit me forcë vdekjeprurse, duke kërkuar nga autoritetet të zbardhin ngjarjen. Në rrjedhën e vendimit të Strasburgut, gjykata e lartë ka formuluar një ndër dokumentet më të plot, më të pa kontestueshëm, profesionalisht dhe moralisht, dhe ka vënë faktikisht në lëvizje hetimet që kanë rinisur. Ndërkohë që shpresa vdes e fundit, ndërsa nevoja për drejtësi nuk vdes kur, edhe kur vdes shpresa. Dhe megjithëse unë nuk e di dot, edhe sa vite të kërkoj fundi i padrejtësisë ulëritëse mbi 20 janarin, mbi familjet tuaja, mbi këdo që do drejtësi për Aleksin, Ziverin, Hekuranin dhe Faikun, di me siguri që ulërima e kësaj padrejtësie nuk do të shuhet asnjëherë. Dhe nevoja për drejtësinë e munguar për këtë tragjedi të madhe do të triumfoj me se s'bën. Lejoni ta mbyll duke ndarë me ju sinqerisht të vërtetën time lidhur me përgjegjësinë tonë ndaj jetëve të sakrifikuara të 4 dëshmorëve tanë dhe me zotimin tonë për të bërë drejtësi për 20 janarin. Ne e kemi mbajtur me dinjitet të lartë atë përgjegjësi dhe nuk e kemi tradhtuar asesi zotimin solemn përderisa duke pavarësuar drejtësinë nga pushteti politik dhe duke ngritur Spakun dhe gjykatën speciale, kemi krijuar për herë të parë qysh nga krijimi i shtetit shqiptar kushtet për fundin e pandëshkueshmërisë me ligj, jo me zakon.
përmes organeve të drejtësisë, jo përmes partisë dhe qeverisë. Ky është fakti, këtë se luan topi, dhe kush kërkon nga ne pse nuk është bërë drejtësi për 20 janarin, të shikoj tek stacioni i trenit, jo tek kjo godin. Sepse nga kjo godin ka dalë bërthama e reformës në drejtësi dhe në godinën përballë është çelur ajo bërtham dhe në godinën e parlamentit është bekuar ajo farë e drejtësisë së pavarur nga pushteti politik. Dhe nuk është pushteti politik as i qeverisë, as i shumicës parlamentit apo i gjithë parlamentit po të doni, as i partisë apo i gjitha partive po të doni, që duhet bëj punën në kanalet e hetimeve dhe në sallat e gjyqeve. Është një pushtet tjetër që duhet i bëj këto. Dhe ky është një fakt që se luan topi, ashtu sikur topi nuk luan edhe një fakt tjetër, që deri kur drejtësia e re nuk do ketë bërë gjyqin e vërtet të 20 janarit, ajo do të jetë një drejtësi gjithmonë e më e vjetër. Por drejtësinë për vetë 20 janarin, asnjë vjetërsirë e vjetër apo e re, nuk do të mund ta mohoj dot pafundësisht. Ne këtu do jemi dhe këtu do ta mirëpresim vendosjen e këtij guri themeli, sepse 20 janari si çështje e hapur është grop e hapur në themelet e drejtësisë së re. Është një grop e hapur që vë në dyshim të fortë moralin e drejtësisë së re. Ashtu si kundër, drejtësia për 20 janarin është themel moral për drejtësinë e re dhe për shtetin shqiptar të së drejtës. Të tjerat, përpara 20 janarit, siç e tha Marku kur po pinim kafen së bashku dhe po e shtoj në fund fjalimit, janë si hetimet dhe gjyqi i kafeve të Nexhmijes. Shumë faleminderit.
Kaç.